Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi tek Rusia dhe Ukraina. Ndjekim insertin dhe pas rikthehemi. Një zhvillim i ri në skenarin e mundshëm të luftës së tretë botërore ka tërhequr vëmendjen globale. Rusia po përmirëson sistemin e saj raketor të pandalshëm me energji bërthamore, Orshenik, dhe synon ta vendosë këtë sistem në Bielorusi. Ky sistem, i cili ka aftësinë të godasë Londrën brenda 8 minutash, përbën një kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj sigurisë perëndimore. Sipas burimeve të besueshme, Rusia dhe Bielorusia ka njoftuar se sistemi raketor Orshenik do të jetë gati për të aktivizuar brenda 17 ditëve të ardhshme. Ky sistem balistik me rreze të mesme veprimi është pjesë e përpjekjeve të Rusisë për të forcuar praninë e saj ushtarake dhe për të krijuar një mundësi të re për goditje të shpeshta dhe të fuqishme ndaj perëndimit. Megjithatë, një deklaratë e fundit e shefit të inteligjencës së Kievit, Oleg Ivansenko, ka hedhur dyshim mbi këtë plan. Ivansenko ka sugjeruar se mund të jetë vetëm një blluf nga ana e Kremlinit, duke theksuar se edhe pse puna për ndërtimin e infrastrukturës ushtarake për sistemin Orshenik është në zhvillim, ende nuk është përfunduar. Ai ka shtuar se megjithëse mund të instalohet një sistem lëshimi raketash në Bielorusi, ai mund të shpërbejë thjesht si një model ose një mantel derisa të përfundojë infrastruktura e plot. Ky zhvillim ka krijuar shqetësime të mëdha në rritje, duke pasur parasysh se në tetor të këtij viti Ukraina arriti të shkatërrojë një nga 3 komplekset e vet me Orshenik gjatë një sulmi në poligonin e testimit të raketave Kapustinwar në jug të Rusisë. Ky sulm ka rritur ndjeshëm pasigurinë dhe ka ngritur pyetje për mundësinë e përdorimit të këtyre sistemeve në një mënyrë të papritur dhe të shpejtë. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime të tjera kam në një lidhje të drejtë nga Moska gazetarin Misha Pumo. Zoti Pumo, ju përshëndes. Përshëndetje. Kënaqësi jemi së bashku. Zoti Pumo, e nisim me insertin që dëgjuam së bashku, vendosja e mundshme e sistemit të raketor Orshenik në Bielorusi, po paraqiten të themi si një kërcënim drejt për drejt ndaj NATO-s, dhe pyetja lind se sa reale është kjo rrezikshmëri dhe apo hym nga ana tjetër në një fazë të re të përballjes ushtarake Rusi-Perëndim? Nuk mendoj që është një fazë e re e përballjes perëndimit me Rusin, pasi më keq se kaq përballje nuk mund të ketë, besoj, sepse luftë mirëfillte dhe domethënë konflikte armatosur mes perëndimit dhe NATO-s dhe Rusisë nuk do të ketë. Për këtë jo se domethënë japin garanci dikush apo vetë ngjarjet tregojnë që palët janë, le të themi, masin muskujt, tregojnë muskujt, mundohen të bëjnë tregti, sepse të gjitha këto sisteme raketore janë kundër përgjigje të sistemeve raketore që tashmë Perëndimi dhe NATO i ka vendosur në kufi me Rusin, duke filluar nga Estonia dhe vendet balltike, dhe biles kam lexuar një artikull dje ku thuhej që domethënë në këto raketat me rreze të afërt veprimi biles, pasi Estonia është shumë afër Peterburgut, Peterburgu bie në rrezën e veprimit të këtyre raketave. Pra dhe qeveria estoneze ka bler, mos gaboj, një shumë të jashtëzakonshme, domethënë flitet për rreth 4 miliardë domethënë dollar në të ardhmen, investimet vetëm për mbrojtjen dhe domethënë goditjen raketore. Pra dhe Rusia ndoshta po instalon në Bielorusi domethënë këto komplekse për të tregtuar më vonë, pasi edhe domethënë ja përpara presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Trump deklaroi që Kina dhe Rusia dëshirojnë të flasin për ai tha për nuklearizim, por gjithsesi edhe raketat me rreze të mesme veprimi mund të hynin në këto negociata për të mos përdorur dhe për të instaluar. Zoti Pumo, nga ana tjetër, nëse Orshenik aktivizohet realisht në Bielorusi, si mund të reagojë NATO, por sigurisht kjo pa e çuar situatën drejt një përplasje ushtarake? Po ndryshojnë raketat, ishin ca raketat të tjera, do vijen të raketat të reja. Do zhdukej perëndimi për 7 sekonda, do zhduket për 5 sekonda. Çfarë ndryshoi? Këto janë gjëra simbolike më tepër, nuk janë që do zbatohen de facto në fushën e betejës, apo është thjesht një garë armatimesh që kemi haruar me kohë, por që po rikthehet në mënyrë bindëse. Është gara armatimeve e haruar që në vitet 80. Ajo ka vënd të jetë dhe kuptohet që Rusia mundohet të
të flas me forcë, domethënë për interesat e veta, dhe Oreshnik është një raketë që nuk ka analog në botë, siç deklarojnë dhe këtu, dhe kokat që mbushen si me mbushje bërthamore, por edhe me konvencionale, domethënë është përdorur si poligon Ukraina, një herë është goditur vetëm me një mbushje, bile s'ka pasur mbushje fare, kanë goditur Dnjepropetrovskun dhe kaq, domethënë ka pasur një trajektori të paparashikueshme fare dhe siç deklaron edhe vetë Putini, domethënë është e pakapshme nga çdo lloj rakete perëndimore. E qartë, zoti Pumo, nga ana tjetër, duke qenë se dhe shefi i inteligjencës ukrainase e cilësoi këtë lëvizje si një blluf të Kremlinit, sa shpesh Rusia tashmë po përdor të gjithë të strategjinë e friksimit? Duhet të them që ukrainasit, domethënë shërbimi sekret i Ukrainës është vetë blluf, domethënë pasi shumë herë deklarojnë gjëra të paqëna, për shembull Pardjeka që janë një, domethënë që ata deklaruan dhe e përhapën në të gjithë mass media që goditën një nëndetse ruse të klasit Varshavianka, që janë domethënë që janë edhe raketa mbajtëse. Në fakt ka qenë sulmi, domethënë që ka goditur molin dhe jo vetë raketën. Pra, këtu është një luftë faktesh, propagande, si nga njëra palë ashtu dhe nga ana tjetër. Por Oreshnik dihet që nuk është blluf, po është goxha raketë dhe një raketë që siç kanë deklaruar e kanë dërguar në prodhim serial. Pra nuk është në fazën eksperimentit më. Prandaj duhet marrë seriozisht si fakt, por nuk do thotë që nesër mbas nesër këto do të përdoren diku, mund të përdoren raketat konvencionale. Por dhe ato domethënë kanë me karakteristikat që ka ky Oreshnik, ky nuk shquhet për precizion, por shquhet për sipërfaqen goditëse, sepse janë 6 koka bërthamore, nuk flitet për precizion këtu dhe kuptohet që kjo mënyrë luftimi nuk i përshtatet Rusisë, që siç deklaron dhe vetë presidenti Putin, neve bëjmë ndërhyrje kirurgjikale në Ukrainën etj etj. Pra, po të ishte ndonjë Izrael në Gaza, ai do ta përdorte, po Rusia për momentin nuk ka ndërmend ta përdori. E qartë, zoti Pumo, sa realisht është i synueshëm ky sistem i pandalshëm? Po, unë nuk jam domethënë ekspert, domethënë në raketa, sigurisht që të vlerësoj, po si flitet që për momentin ato sistemet radare perëndimore nuk janë në gjendje ta kapin, se edhe trajektoria e lëvizjes është shumë ndryshon vazhdimisht. Dhe për këtë, domethënë, nuk është e parashikueshme lëvizja e raketës, e pakapshme. Qartë. Mirë, zoti Pumo, nga ana tjetër, a jemi përballë një faze tashmë ku armët strategjike po përdoren më shumë si një instrument politik se sa për përdorim real? Po është pjesë e politikës, kanë qenë dhe kanë mbetur si pjesë e politikës botërore gjithmonë, është një treg, është një pazar, me që është dhe Trumpi, domethënë në pazar, do bëjmë pazar me Trumpin, thonë rusët, por domethënë kuptohet që mundësitë e këtij vendi të paktën të drejtimi janë të pashtershme, është vendi që ka më tepër koka bërthamore se në çdo vend tjetër në botë, domethënë mbi 6.000 koka flitet. Pra është një mos gaboj, mund ta shkatronin botën 50 herë, domethënë. Kjo është një fakt që duhet marrë në konsiderat. Gjithsesi, rusët thonë që janë të disponuar të negociojnë me Shtetet Bashkuara të Amerikës për një marrëveshje të re për kufizimin e armëve bërthamore dhe raketore. Gjithashtu flitet që edhe Kina, siç deklaroi presidenti Trump, mund t'i bashkojë kësaj marrëveshje, sepse në fakt arsyeja pse u prish marrëveshja mes Rusisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë që në momentin që rusët dhe amerikanët po qarmatoseshin, Kina po shtonte arsenalin e vet. Dhe domethënë edhe në kohën e Bidenit biles këto marrëveshje kanë qenë në funksionim mes Rusisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi superfuqi do të gjejë mënyrën për të ujdisur në këtë drejtim, sepse nga kjo varet edhe një pjesë e mirë e sigurisë botërore.
E qartë, mirë, zoti po më nga ana tjetër, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka bërë dhe disa deklarata të forta duke akuzuar kështu kryeështetet europiane se po punojnë kundër Shteteve të Bashkuara në përpjekjet e tyre për të arritur një marrëveshje për Ukrainën. Sa e bazuar është kjo deklaratë dhe cilat janë dhe interesat strategjike të Europës që mund të shpjegojnë të gjithë të sjellje? Pavarësisht nga, atë që çfarë përfaqëson Lavrov, atë që vërejtje që ai bëri dhe indikimet që ai bëri janë të logjikshme sipas logjikës së Kremlinit dhe në gjitha momentet kur presidenti Trump dilte me iniciativa për paqen në Ukrainë, gjithmonë vendet perëndimore, sidomos Treshja e Madhe ashtu i quajtur, pra Britania e Madhe, Gjermania dhe Franca, gjithmonë bënin kundër propozime që e sheshonin këtë përpjekje të Trumpit dhe paqja nuk arrijej vazhdimisht kjo gjë. Për këtë arsye, kohët e fundit dhe Witkoff më saktë është munduar që të mënjanoj nga njëra, një implementim të madh të vendeve perëndimore në procesin e paqes. Kuptohet që perëndimorët nuk janë në asnjë lloj mënyre dakord, sepse po duket sikur ka një frymë të një jalte dy, ku mund të bien në ujdi rusët, amerikanët dhe kinezët, mbas edhe indianët, por Europa është lënë më një anë, pasi Europa dhe në të kaluarën në fakt ka qenë një vend me politikë vasale ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në një moment të caktuar kanë qenë ata që kanë qenë luftënëzitës. Le të kujtojmë inkursionin e Johnsonit në Kiev, kur lufta mund të mbaronte brenda 2 javësh pasi filloi. Por ata i inkurajuan Zelenskin për të vazhduar më tej dhe nëse atëherë do të ndalojë lufta, Ukraina nuk do të humbte kaq shumë territori sa po humbet në këtë moment. E qartë. Zoti po nga ana tjetër, Lavrov përmendi Berlinin, Londrën dhe Parisin dhe vendet baltike këtu si aktor kryesor. Cilat janë të gjitha motivet kryesore të vendeve për të ndjekur edhe një politikë të pavarur ndaj të gjithë krizës ukrainase? Po, këto vende të përmendura kanë qenë historikisht, kanë pasur probleme me Rusinë, nganjëherë kanë sulmuar ata, nganjëherë kanë sulmuar Rusia. Mos harrojmë që edhe Polonia ka sulmuar Rusinë në mesijet e tjera dhe që janë dhe fillon armiqësie, le të themi. Dhe sigurisht që është dhe feja që ndikon, sepse janë popull slav, por me që ta janë ortodoks ata katolik, edhe kjo ndoshta ndikon edhe në mentalitet, por edhe biles në Rusi tregojnë dhe një anekdotë mund të jetë trisht, por që është edhe një farë mënyrë e realitet. Kur dy UFO bisedojnë me njëri tjetrin dhe thonë që po mërzitemi pak, tha, çfarë të bëjmë, tha, të bëjmë në një luftë në botë organizojmë, po këtë sulmojmë, tha, po si ç'është kjo pyetje, sigurisht që të Poloninë, tha. Kështu që, pra, dua të them që vendet baltike dhe Polonia kanë një eksperiencë të hidhur në marrëdhëniet me Rusinë, edhe në të shkuarën, dhe prandaj tashmë ata janë të irrituara dhe janë nga vendet që janë më pak me kompromis, kashi Rusisë. Rusia ka të qartë që në këto vende është siç deklarojnë në Kremlin. Rusofobia është maksimale, prandaj preferojnë që të kenë punë dhe të zgjidhin të bëjnë ujdi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që sipas edhe Lavrovit ka deklaruar që është i vetmi udhëheqës në perëndim që është qasur maksimalisht dhe po mundohet të kuptoj aspiratat e Rusisë. Qartë, do të po nga ana tjetër, të gjitha këto deklarata tensionuese të Rusisë, si mund të ndikojnë në dialogun midis SBA-s edhe Europës për të gjetur një zgjidhje këtu për Ukrainën? Po, me sa kuptoj unë, ka ngelur tashti shara në gosh për sa i përket territoreve dhe sidomos atë pjesës e Donbasit që ka ngelur pa u marrë, është një 19% e territorit të Donbasit që ka ngelur, të edhe 1% tashmë është marrë për rusëve dhe me sa dihet Zelenski ka refuzuar këtë, dhe amerikanët kanë insistuar me forcë që Zelenski ta pranonte. Nga ana tjetër, sikur janë bërë lëshime, po këto janë bërë lëshime, edhe këtu i komentojnë që janë sikur janë për sy e faqe, që në fakt nuk ndryshojnë shumë atë fatin e bisedimeve.
Dhe tashti flitet që dhe Britania e Madhe ka ndryshuar pak taktikën, në qoftë se më përpara Starmer shkonte në konfrontim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashti ata me urtë e butë po mundohen të shtyjnë kohën dhe këtu në Rusi ka ca komente, domethënë edhe mass media që Britania e Madhe po pret tash me po sa ta shty maksimalisht për të shtyrë këto 3 vjet që kanë ngjedhur me udhëheqjen e Trumpit dhe pastaj të shpresojnë që do fitojnë demokratët dhe të rindryshojë politika e Shtetit Bashkuara të Amerikës në karshi Europës. E qartë, zoti Pumo, nga ana tjetër në këtë kuadër, cilat janë edhe mundësitë reale për një koordinim transatlantik, të cilat mund të jenë dhe efektive për zgjedhjen e të gjithë krizës ukrainase, por këtu duke marrë parasysh edhe dallimet e interesave midis Washingtonit edhe kryeshteteve europiane. Po, këtu është sidomos për punën e aseteve të bllokuara, të ngrira tashmë, domethënë që është një shkelje, siç deklarojnë dhe vetë belgët për shembull, që është një shkelje flagrante e drejtës ndërkombëtare dhe biles edhe në kohën kur Gjermania naziste sulmonte vendet e Europës, asetet e Gjermanisë kanë qenë të ngrira, apo jo të konfiskuara dhe të përdoren pastaj për qëllime të tjera. Pra, në këtë drejtim teknikisht do të bëjë një precedent shumë i rrezikshëm dhe do të shëmbej gjithë sistemi financiar ndërkombëtar dhe mos flasim pastaj për hakmarrjen ruse, sepse ka asete perëndimore edhe në Rusi dhe anë mban në vendeve të botës që mund të ndikonte edhe Rusia, domethënë edhe bëjë një luftë, domethënë luftë pirate. Domethënë edhe kjo, domethënë do të shkaktonte një kaos total në botë. Përveç kësaj, gjithashtu ka një situatë të rrezikshme për sa i përket lundrimit dhe goditjeve të dyja palëve ndërluftuese, të anijeve, domethënë jo ushtarake, anijeve domethënë civile që shkonin për të ngarkuar me naftë, me vaj lule dielli, mos gaboj edhe tjerë. Dhe biles anija e fundit që goditi ishte një anije turke që doli nga porti i Odesës dhe u godit nga disa dronë rusë. Dhe kjo ishte një hakmarrje për 2 goditje të meradhazi, A3 mos gaboj të Ukrainës, 3 anijeve të tjera me flamur afrikan që shkuan për të furnizuar me naftë në portet e Rusisë. Pra po bëhet një luftë kaotike dhe po mos ndalohet mund të shndrohet në një vatër agresioni dhe që mund të sjellë edhe luftë botërore. Qartë, zoti Pumo, nga ana tjetër, duke parë Rusinë edhe Kinën në gjithë strategjinë amerikane dhe nga ana tjetër duke parë Rusinë jo më tashmë si një armike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe duke u përshëndruar në të gjithë konkurrencën që ka me Kinën, cilat janë rrisjet e mundshme që mund të lindin për Europën? Europa ka humbur atë që s'duhet të humbte për mendimin tim personal. Ajo kishte në Rusi, domethënë naftën dhe gazin e lirë. Gjë që e bënte prodhimet europiane konkurrente në botë, pasi çmimi i prodhimit ishte shumë më i ulët se sa është tashti. Dhe situata në Europë ekonomike është ndërlikuar shumë. Ata flasin që në Rusi është ndërlikuar, po është ndërlikuar edhe në Rusi, po jo aq shumë sa është ndërlikuar situata në Europë. Dhe konkretisht unë mund të flas për shembull për tendenca negative në sistemin makroekonomik, për klimën jo të mirë, për të investimeve tjerë, por në jetën e përditshme kjo nuk parandihet. Dyqanet janë plot, njerëzit domethënë nuk vuajnë për bukën e gojës. Mund të flasim kështu, domethënë, por nga ana tjetër sigurisht që ka rritje çmimesh, ka domethënë pak kënaqësi në këtë drejtim, por ai është domethënë edhe në një farë mënyrë edhe i kontrolluar. Sidomos sa prodhime domethënë të nevojës së parë, ato mbahen domethënë pak a shumë në të njëjtin nivel. Nga ana tjetër, sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë një punë të përkryer administrata e presidentit Trump, po të flasin për interesat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo i shkëputi vendet europiane nga gazi dhe nafta ruse. Ai, domethënë, Trump, domethënë, i ushet europianëve 3 fish apo 5 fish më shtrenjtë gazin në Europë, pastaj ai po përpiqet ta shkëpusi Rusin nga kthetrat e Kinës. Në këtë drejtim mendoj që nuk është një gjë shumë negative dhe për Rusin, ky është mendimi im personal. Domethënë Kina shikon vetëm interesat e veta, ajo ka vetëm 2 aleat flitet, juanin dhe dollarin. Dhe flitet që kur kinezët mund ta ndjenin veten superior në kuptimin e gjithë furnizimit të Rusisë, që në fakt një pjesë e madhe dërmuese në shumë drejtime të ekonomisë furnizimet vijnë nga Kina,
kjo varësi do të krijonte pastaj edhe një varësi politike në të ardhmen ndoshta. Gjë që për momentin nuk ekziston, por marrëdhëniet janë shumë të mira sigurisht mes Pekinit dhe Moskës dhe një farë le të themi independence nga Pekini do të ishte i nevojshëm edhe për Kremlinin. Qoftë edhe për interesat gjeopolitike të ndryshme, sepse mos harrojmë që janë komshi me njëri tjetrin dhe zona e Siberisë ruse për shembull është e shpopulluar, kur në Kinë e dim se çfarë popullate ka, dhe kjo mund të përbëjë një rrezik në të ardhmen, për shembull nëse ato do të konfliktonin me njëra tjetrën. Nga ana tjetër, po të marrim historinë, kinezët nuk para kanë luftuar me armë në dorë, edhe nuk din të luftojnë, po dhe kanë strategjirat të ndryshme nga europianët dhe nga rusët, që janë luftëtar, duan luftra, duan si duan nuk e di, por luftojnë vazhdimisht. Ndërsa në Kinë kanë më tepër me filozofi dhe me filozofi e tyre flet që nëse digjet shtëpia e komshiut, lëre të digjet. E qartë. Mirë, zoti Puma, kemi arritur në fund, unë ju falenderoj për gjitha informacionet që ndatët me mua. Ishte kënaqësi, mirupafshim. Për kohën tuaj. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund, ne do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam ditën e sotme. Trajtuam zhvillimet më të rëndësishme në Ballkan dhe skenën ndërkombëtare që prekte pra dialogun e Kosovës me Serbinë dhe sfidat e antarësimit të NATO, kërcënimet ushtarake me sistemin raketor Oreshnik dhe tensionet diplomatike mes Rusisë së bazë dhe kryeshteteve europiane. Dhe siç pam, rajoni dhe bota janë përballë disa sfidave komplekse që kërkojnë dialog, koordinim ndërkombëtar dhe vendime të mençura politike dhe roli i liderëve dhe institucioneve ndërkombëtare është vendimtar për të shmangur këtu për shkallëzime dhe për të siguruar stabilitet dhe siguri. Ne me kaq po mbyllim për ditën e sotme, bashkë jemi sërish nesër.